Më 28 korrik 2025, rreth orës 10:30 minuta, viktima e Nani ishte përfshirë në debat të ashpër me bashortin e saj Fadil Tutulli. Gjithë diskutimi thuhet të ketë nisur kur ajo e kishte njoftuar Tutullin se kishte marrë pushim nga puna, gjë që pretendohet ta ketë tensionuar situatën, e nga kjo ishte diskutuar roli secilit në obligimet familjare. Si rrjedhoi kësaj diskutimi, dyshohet se kishte eskaluar në dhunë fizike. Unë me bashkëshortin nuk kemi pas raport të shëndosh, thuja se vazhdimisht ka qenë kjo e njëjtë, në kohën e fundit s'kemi qenë tu i komuniku fare, dhe do të thotë kam qenë prej e dhunës psiqike në vazhdimsi, mirë po me datën 28 korrik, aty kemi gjatë debatit, jemi fjalos edhe sa që bashkëshorti im e ka hup kontrollin edhe më ka godit edhe fizikisht duarve, më ka godit sa që më ka thy, normalisht edhe shpirtnisht, po edhe dhuna fizike ka qenë te kalimi çdo kufini.